Përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se vini në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit nëntor për shenjën e Akrepit. Akrepa nëntori do të jetë një muaj i rëndësishëm për ju, kemi shumë planete në shenjën tuaj. Ju do ta ndjeni që jeni krye fjala e nëntorit, që gjithë fokusi dhe vëmendja është tek ju. Në javën e parë, shikoj një situatë ku mund të keni pasur disa biseda, disa mosmarrveshje, një situatë rivaliteti, sidomos konkurrence mes jush dhe dikujt tjetër. Mund të ketë qenë një rivalitet në punë, duke u krahasuar me të tjerët, kush është më mirë, kush arrin më shumë. Mund të ketë qenë një situatë që ka të bëjë me çiftet, një lloj gare mes jush që ka filluar prej kohësh, që do arritë do zgjidhet në javën e parë të nëntorit, ka gjasa të zgjidhet rreth datës 5 nëntor, sepse kemi një hënë të plot dhe energjia gjithmonë arrin maksimumin kur është hëna e plot, mund të ndodhë 2-3 ditë para ose 2-3 ditë pas, po do të kuptoni që çdo person ka anët e veta pozitive, anët e veta të dobta që ndoshta mund të punoj më shumë, po do të kuptoni që është më mirë të jeni bashkë, të mblidhni forcat, se sa secili për vete dhe nuk ka nevojë për garë dhe për konkurrencë, se çdo njeri ka fatin e vet, ka linjën e vet, ka ato anët, vlerat e veta. Kjo do të jetë një javë shumë e mirë për zgjidhjen e këtyre pakënaqësive, do të jetë një javë shumë e mirë për çështje që lidhen me parat, me financat. Mundet edhe t'ju jepet një mundësi për të fituar më shumë para, nëse keni punuar me dikë për një çështje nga ana profesionale, mund vi me fazën e pagesës, ku fitoni para më shumë, mundet ju jepet një lloj shoh një pagesë që është më e lartë në krahasim me atë çfarë mund ta keni biseduar në fillim, apo që mund të keni pasur si pritshmëri në fillim, dhe do t'jeni të kënaqur, do t'jeni shumë të kënaqur për këtë gjë, sepse tregon që vlera juaj, personi pala tjetër që ka punuar me ju e ka vlerësuar mënyrën se si ju keni punuar, bashkëpunimin, gjithçka, dhe do të vendosë t'ju jap diçka më shumë. Kjo po prap ju bën të ndiheni mjaft të kënaqur me datë 6, sidomos kur Afrodita, që është planeti i dashurisë dhe i romancës, futet në Akrep, është një periudhë shumë e mirë nga ana financiare për akrepat, sidomos akrepat që kanë bizneset e tyre, do të keni më shumë klient, do të keni më shumë të ardhur arritje. Do të shikoni që konkurenca, rivaliteti nuk ju kap dot, nuk arrin dot në të njëjtën fazë një lloj si ju. Ju gjithmonë keni më shumë punë, gjithmonë jeni më mirë. Shumë të kënaqur ju shoh në këtë fazë, kurse për çiftet është e rëndësishme që ju të dy keni një intensitet, edhe pjesa e kimisë do të jetë shumë e fortë, sidomos mbas datës 6, kur Afrodita është në shenjën tuaj, shumë pasion, shumë intensitet, një raport me një adrenalin të jashtëzakonshme, por mundet edhe ta kaloni në zënka, në debate. Kur është në shenjën tuaj, Afrodita ju bën edhe pak xheloz, ju bën edhe pak posesiv, kërkoni një dedikim, një përkushtim nga ana e partnerit ose partneres në ekstrem, në maksimum. Kërkoni që gjatë gjithë kohës vëmendja të jetë totalisht 100% tek ju. Java e dytë sidomos, bëni mirë që mos të shpreheni ndoshta më shumë se ç'duhet, ose të mos jepni nga vetja gjëra të cilat më vonë mund të pendoheni, sepse shikoj një tendencë për të ndarë sekrete, shumë gjëra që janë personale, shikoj një tendencë në këtë javë për t'i çuar gjërat pak në ekstrem, për të kaluar prap në atë energjinë e konfliktit, ndoshta për shkak të intensitetit të fortë, po mund të ndodhin edhe keq kuptime,
sepse me datë 9 Mërkuri, planeti i komunikimit, kalon në prapavi dhe kjo sjell situata ku njerëzit i marrin gjërat për tërës, ku krijohen probleme hatërmbetje. Është shumë më mirë t'jeni më të tërhequr, më të dini në momentin e duhur se kur duhet ta thoni diçka, gjëra që janë personale, private tuaja, sigurisht tregoni të kujdesshëm edhe selektiv. Ju gjithmonë jeni të tillë, akrepat tek pjesa e sekreteve janë një nga shenjat që janë më të kujdesshëm, po mund t'ju shpëtoj diçka në javën e dytë që mund të pendoheni më vonë edhe në çift. Kjo është një javë ku mundet ndoshta edhe për ta bërë njëri tjetrin xhelos, mund të tregoni disa gjëra, më ka folur ky person, më ka ngacmuar ky person, se situata të tilla që më pas do të arrisin adrenalinën mes jush, do ta kthejnë situatën, do t'jap një efekt pozitiv. Ajo vëmendje që ju do të kërkoni nga ana e partnerit ose partneres, do ta realizoni, do ta merrni atë vëmendje, akrepa, atë vëmendje që doni, sepse shoh në javën e tretë do të jetë një javë ku plot romancë, një javë ku mund të vendosni të keni një kohë të dy bashk në çift, një përkushtim ndaj njëri tjetrit. Aq më tepër është e rëndësishme java e tretë për ju, sepse kemi hënën e re. Hëna e re me datë 20 nëntor në akrep. Kjo është një energji shumë e mirë për një fillim të ri, sidomos për çiftet që kanë pasur mosmarrveshje, thash, konflikte, ajo pjesa e dominancës, kush është më i fortë, kush arrin më shumë në çift. Ky është momenti për t'i sqaruar gjërat. Plus, përveç hënës së re, kemi edhe një bashkim të diellit me Mërkurin, të dy bashk në akrep. Pra, si planetë, dielli dhe Mërkuri janë shumë afër dhe ky është momenti që ti të tregosh me sinqeritet kush ti je si person, vetëm me vërteta, realiteti i asaj që ti ndjen, të mos kesh frikë të shprehesh në çift sidomos, do të të ndihmoj që marrëdhënia të bëhet më e thellë, sepse ti i tregon tjetrit esencën e asaj çfarë ti je si individ, jo me fasada, jo me maska, jo me një tendencë për ta mbrojtur veten duke gënjyer apo duke u treguar më fort, me personalitet të fortë se ti je realisht. E ato momentet kur je vulnerabël, ato momentet ku ke ndjeshmëri, janë momente që të afrojnë, janë momente që të bashkojnë më shumë. E shoh si një fazë shumë të bukur javën e tretë, një javë me sinqeritet, një javë me emocione të hapura, një javë me një lidhje shpirtërore, dhe do ndodh një transformim shumë i mirë. Mund të ndodhë edhe për ju vetë, ose ta ndihmoni edhe palën tjetër, sidomos nëse keni probleme në çift që nuk kanë të bëjnë me ju në mënyrë me çfarë ju të dy bëni, por kanë të bëjnë me secilin nga ju. Dikush mund të ketë në raportin tuaj, dikush mund të ketë një vesë, dikush mund të ketë një problem që duhet ta luftoj. Për shembull, mund të flisni gjërat hapur, thoni e di që e kam mohuar, ndoshta që kam, po ju jap një shembull, se sigurisht është lexim i përgjithshëm dhe do të ndikojë në akrepa të ndryshëm në formë të ndryshme. Po dikush do të ketë një bisedë hapur në çift ose edhe me familjen apo me shoqërinë, ku do të shpreheni që po vërtet keni një problem me alkoolin, e keni mohuar prej kohësh, por tani ka ardhur momenti që keni nevojë për ndihmë, për mbështetje nga të tjerët për të dalë nga kjo energjia e zymt, për të dalë nga ky ves, për të dalë nga ky problem, dhe me ndihmën, me suportin, me dashurinë dhe përkushtimin nga ana e dikujt. Nuk shoh shumë persona, kjo do jetë një bisedë shumë private, kjo do jetë diçka shumë e ndjeshme, shumë emocionale, por kjo bisedë
do t'ju çliroj nga ngarkesa që ndjeni, do t'ju çliroj nga ky presion, nga nga kjo nga ky cikël vicioz në të cilën jeni përpjekur që të dilni, po e keni pasur të vështirë. Java e fundit, sidomos, është një javë çlirimi, është një javë rikuperimi, është një javë ku me dashuri mund të kalohet çdo gjë. Dhe nga orakulli i gjelbër mesazhi për ju akrepa thot attraction, atraksion, tërheqje, balans, mirëkuptim. Pra dashuria, atraksioni, ndonjëherë mund të duhet shtysa e dikujt tjetër si katalizator për transformimin tënd. Pra ti diçka ndoshta nuk e ke forcën për ta bërë për veten tënde, për të mirën tënde, po për hatër të dikujt tjetër, për dashurinë e dikujt tjetër, ti thua unë do ta bëj këtë gjë. Mund të jetë dashuria e fëmijës, mund të jetë dashuria në çift, mund të jetë për hatër të nënës ose të babait, të prindërve, të motrës, të vllajt, të dikujt tjetër, një person tjetër përveç vetes tënde, që ti thua për hatër të këtyre personave, për hatër të dashurisë që kam për ta unë dal nga kjo gjë që më pengon, nga kjo gjë që është toksike, nga kjo gjë që nuk është e mirë, nuk është e shëndetshme për veten time. Është një periudhë shumë e mirë për akrepat, duke qenë se jeni në energjinë tuaj, ju thash kemi shumë planete në akrep, për të transformuar veten në një version të ri tuaj, sepse kjo për akrepat sidomos që kanë ditëlindjen në nëntor, kjo është ditëlindja juaj dhe viti fillon gjithmonë, energjia e vitit fillon kur ti ke lindur, jo në janar. Në janar fillon në aspektin kalendarik, po për ne si individ, momentin që kemi ardhur në jetë. Pra çdo ditëlindje, atëherë fillon viti për ty. Dhe je në fillimin e një cikli. Prandaj kjo është koha për të treguar një version të ri, një version më të mirë të përmirësuar të vetes tënde. Okej, akrepa, kjo është gjithçka që unë shikoj për ju për muajin nëntor. Unë ju falenderoj shumë që më ndoqët. Nëse ju pëlqeu ky lexim, ju lutem jepni një like, një koment. Mos harroni të abonoheni, të bëni subscribe që mos u mbisni videot e ardhshme. Dhe nëse jeni të interesuar për një lexim privat me mua, mund të rezervoni online direkt nga website-i im në www.goldentruthtarot.com. Linkun e gjeni këtu poshtë tek video dhe tek përshkrimi. Ju uroj gjithë të mirat, mirupafshim.